Jam me ju, sepse do dalemi në një tjetër moment shumë të bukur. Njërin për jush do e marim. Do e grim, bëj shaka. Merdi kjo shpreja idiote do me thënë. Okej, do e marim. Më jep një rrutën planin. Do ja mbyllim syçkat. Dhe do e dërgojmë në një vend. Okej, kë do marim? Do marim të vetmen që kanë mbetur vajza ty brenda Big Mama. Ria ty, ullu. Më jepni ju lutëm pamjen lart. Ishe pa kapelin. I prishe flok to Albano. Prish kapelin me li flokët. Albano, ti do më ndihmosh, do e qosh tek ai vendi, e di veti. Po prit se e kom ka. Mos të ndihmoj unë ty. Unë për ty dhe nga tapetin cimento do Deri ndihmosh. se më thanë ca gjëra, po flasim pastaj. Çfarë tan? Jo, Po Big Mama, Albano prisës shoh. Po pse duhet shofësh, më ndiq Se mua. pak të komo këtu edhe zrohen. me kujdes, me avash, merr kohën tënde. Edhe një tjetër. Ashtu. Shikoke, e? Nuk shoh Albano. S'ka që Albano mos ja prish grimin. Shef. Gjo, mbaj kokën poshtë, mos shikote. Nuk shoh po Albano. Çaka! Po duar të kasin për të preferuarën e tyre, me sa kuptohet. Ka pir pak publiku. Albano, shit më gat. Qatë qof? Atëherë, Big Mama qëndro aty ku je bashkë me Albanon, sepse përballë teje qëndrojnë 3 persona. Tani, detyra jote është që të na zbulosh dhe të na tregosh se kush janë këta 3 persona vetëm nëpërmjet nuhatjes dhe prekjes. Jo në fytyrë. Nuk do t'i prekesh fytyrë, do me thënë. Pra, mund t'i prekësh vetëm trupin dhe Preki nga trupi dhe ti bash erën, ndoshta nga era mund t'i dallosh. Ja nisim me të parin. Me të parin. Ti prek? Po jo në fytyrë. Nga poshtë, nga këte e poshtë. Kaq! Jo, po prita preki tamam, pas e jenë në i vend tjetër. Preke nga shpina. Ku e di të... S'mund ta prekësh më shumë. Mos të surat. Jo në fytyrë. Meti! Atëherë, jo, një sekond, do i gjej të 3, nëse i gjen të 3 ose jo, do i tregojmë. Vazhdo me personazhin e dytë, nuk e dim akoma. Vazhdo të personazhin dytë, lutem. Tuk, mos e prek në fytyrë të griva. Që nga trupi preke që ka marrë qafsh. Preke nga trupi, preke. E di që do ti. Jo më që du preke ta njosh. Ka flok. Big Mama, se nuk do të lej mundësin s'ti takosh. Po e motër, unë e kom haru emrin tebe njërë që e kom jashtë. Ule kokën se spionon nga sytë. Mund t'i prekësh... Nuk shoh, o burr! Ose ti nuhasësh erën. Jo, kjo... Ashtë këngtare. Nuk e dim, së ndihmojmë Nuk e dot. dim. Ashtë këngtare. Adelina Tahiri. Më duket te i konë në veshta, kur i merë frymë dhe gusha kjo i të konë emri këta. Hajde, drejt toti po drejt toti. Erën ja daloj kësaj. Gjetë të treta, kush e treta? Preke paka trupin qafë të treta. Preke si Adelin. A vëm ka fytyra? Jo nga fytyra, moj! Rrit. Ku e di? Po se gjetë në ngjash shumë keq. Po se gjete, për 3 sekonda do i kthejmë mbrapsht të 3. Ka da se dridhet. I ktheni, u shkoj me këto. Ka qenë zëvëns kryeministri i Maqedonisë Veriut. Po qa po preq, që të da thot emrin vetë, ashtu si rri. Ja puthe njërë mbas e dallon. Ja tha dhe ky në vesh. Jo, për zoti se në daloj. Se dallon dot? Se dallon ikni pra të 3. Jo! Prit, a dhe pak jepëm shenjë. Ajde pra se po ta falë të tretin. Zbulojmë syt, Big Mama. Hapi syt, hapi më nga bërë Hapi kofi njështë. syt se ke gjetur 2 të parët. Për gjithë njerëzit nuk i njihni, ky është Meri shoku ngushtë i Big Mamës.
Labin e njihni është nga moderator më karizmatik të gjithë shqiptarisë dhe Adelinën. A mund ta gjela unë Adelinën të lutem me ty mur? Me të preta gjela unë Adelinën. Këngëtara më e bukur shqiptare ever. Labi dhe Meti, mirë se erdhët, mirë mbrëma. Joana, Po, Labi, kënaqësia me qenë me juve. kënaqësia jona t'ju kemi sonte. Tani Albano, lej pak si mish të ngushi anëze që kanë dalë në një mbrëmje festive mbas Qa doni për të pirë? fermës së Big Mamas. Mos e bëjmë zë e po ti marrëm këto edhe shkojmë parti. Jo, për momentin partin do e zhvilloni këtu t'ju ndjekim ne njëherë. Kush, po të shnosh më. Emila. Si kam? Ai kom duaj. Jo. E se kjo i pari me kritika, nisja. Jo. Pa. Gat? A jeni mirë, krejt? Se sot u më interesu, që ke budalitje mune? Mirë keq. Me shëndet, krejt, a janë mirë? Krejt mirë, ju mirë? Ti që e do pësu hala? Po të pa ty. Të më mu të vojnë e të mu do pësu. A të pash bolë, moty? Meti? Mirë, krejt ratë. Atë ka marrë madhe me folë të të varë që. O shparë ti shajshë. A lushke në nushit. O fumoj. A ta pësh halal? Ha? A je lodh? Iq? Je mundu? E di. Tani, me qenë se e shoh që nuk keni nga një bisedë, po ju bëj unë që të flisni, dua nga secili për ju, se miqtë e mirë t'i thonë gjërat në sy. Dua nga një kompliment që e keni ndjekur rrugtimin e Big Mamës, vetëm një fjalë, edhe nga një kritik. E nisi me Metin që është shoku i saj i ngushtë, jo personazh publik, por shumë mik i mirë i Big Mamës. Super. Meti, Shëndetje. mirë mbrëma! Ti e po ashtu nga shqiptarët e zemrës të Maqedonisë, apo jo? Po. Në këtë moment në dua të përfitoj duke pasur aty edhe Adelina Tahirin, t'i përshëndesim shumë fort të gjithë shqiptarët e Maqedonisë, ju dua me zemër. Palon asësim brapa Kosovën e dashur me Labin përfaqësues sonte. Tani kalojmë në temë. Meti, fjalën e bukur të parën? Jam mirënjohës dhe falimderues që jam pjesë e rrugtimit saj. Më i lodhun jo ky. Okej, dhe kritikën për Big Mamën? Fjali ashtu se ka emrin edhe zemrën Big. Kritik s'kom për Bigin. Ti a bashkujton se mund të më thotë Meti kritik mua? Me thënë vërtetën, Këto dy fama Meti se më thotë kritik se handa jak mes ne. me thënë vërtetën Big Mama, unë jam shumë e lumtur që ti ke një mik zemrë siç është Meti që është kujdesur për ty në çdo detaj. Është shumë e vërtet, edhe unë jam njeriu më i lumtur, edhe më me fat në botë, pos dy vlezërve që e kam, Meti ndoshta është mundu më shumë ti se unë që jo mundu këtu. Kështu që shprej Kjo duhet Kështu që ta falenderoj publikisht, edhe shpresoj që do më thënë halal, inshallah gjithë mirat prishin. Tani, Adelina, do vendosësh në mes të lutem, se nuk po të shoh shumë bukur nga kamera dhe unë dua që bukuria jote të jetë në vëmendje të kamerave sonte. Faleminderit shumë, mirë mbrëma të gjithëve, mirë mbrëma Luana të pash parë duke që... Faleminderit. Mirë mbrëma të gjithëve, si fillim, unë kam ardhur për Bigun dhe sigurisht që përkrahja më e madhe do jetë për te, po gjithëve ju dëshiroj suksese dhe të gjithë ata që janë dhe me ty në studio kanë dhënë emocione shumë. Unë dua të them një gjë për Bigun, ata që njohin zemrën e Bigut, Bigu dhe kur shan, din të kthen, po kthen me zemër. Dhe kështu që ata që njohin nuk ja marrin për të madhe, ndërsa ata që nuk e njohin më vjen keq që nuk e njohin, dhe ndoshta është gjykuar për ashpërsinë e saj, po nëse ja njihni zemrën e Bigut, më besoni se Bigu do ishte fituese sonte. Shumë sinqeritet pa bë qefin e askujt, për ta për dikë, unë jo se jam dikush, po duhet ta du me zemër dhe t'ja njoh zemrën. Njoh mirësinë e Bigut dhe njoh që kthen shumë, dhe po të tha më fal të thot me zemër. Mua më vjen mirë të dëgjoj
sonte këto fjalë nga koleg, sepse miq ndoshta kemi në jetë, por duartërkitjet shpeshherë mungojnë nga kolegët. Shumë e vërtetë. Faleminderit, Luana shumë. Faleminderit ty Adelina. Labi. Luana, unë ka 2 dekada që e kom da të mirën dhe të keqen gjithmonë me Bigë. Në më tonë vështirësitë e saj, tjetës saj, kom qenë aty afër saj. Të mirat e saj i kom përcjell bashkë me ta. Rrugtimin e saj nuk kam pas mundësi ndoshta me shiku në tërësi, po çka kam pas mundësi kam shiku. Ngeli hatri pak më ka mbetë, se më ka prek ndoshta në 2 pjesë. Në dhondrin e Kosovës edhe ato që e vesha gjë javë. Në dhondrin e Kosovës. Big Bas. Big Bast! Edha që e veshe? Edhe ata që e vesha. Për Rinata po mo! Për Rinata se mu s'pashova asë njerë kur një tesh! E veshat mu së veshe për Rinata po mo! E ke pas të të. Sa i përket rrugtimit tënë, sa i përket suksesit, na e dim se cili. Pak sa, ndoshta, aty këtu e di që ke dalë për vetë vetës. Ke dalë për vetë vetës, por me zemër jo. Ja, 2 ditë tim, Renat ka zëjë. Por me zemër jo, se e dim dhe më tonë shumica dhe e dim ne që të kemi ofër të jetë dhe më tonë qëfar ndjenja ke dhe qëfar zemre ke. Aq ma tepër dhe më tonë e di që kur bën diçka, kthehesh këtë anën tjetër e mendon edhe e di që ja fillon edhe qanë. Shpesh herë dhe më tonë qka ke bo, edhe je këty dhe më tonë lot, për shkak të ndoshta s'ke mujt as me kërku falje, po me lot të tua na që të njohim shumë, e ke besoj shumë që të tjera të shmonit ndoshta për ata që ke thënë. Ti e din shumë, të kom përkra deri sot, jam ardhë, ti e din hera e parë, takimi parë, me Big Mamën është kur fakt në festivalin Nota Fest, në atë vit, dhe më tonë tash 2 dekada po bohen, e fitova atëherë! E fitoj... Si nuk e pranë të fitoj! Edhe unë e bëra një rëmuj shumë të madhe, sepse isha veç fillimi jem edhe si gazetar, edhe i thëmë gjithë këngëtarëve pse i në arë kur Big Mama sonte e fiton festivalin. Ashtu doli dhe më tonë, edhe ashtu doli, kështu që uraj që edhe sonte masi jemi bashkë të retë këto. Dua t'ju falenderoj shumë të treve dhe t'ju them që do duhet të ndajni tani për pak orë, ka përshtypjen në ndan nga një bashkëtim tjetër i fuqishëm me Big Mama. Luana, po ndahem, por na jemi bashkë me juve. Tu e marë parasysh sepse ti edhe ty të kemi Kosovat ka për zemër shumë, ti e di. Edhe unë vdes për Kosovën me thënë të vërtetën. Edhe për Maqedoninë. Edhe për Maqedoninë. Për pjesën tënde. Albano, më ndihmo që ta kthejmë Big Mamën. Luana, unë du të faleminderoj shumë, të tre janë shumë personat veçanë në jetën time. Labi është 20 e kusur vjet, Adelina po ashtu, Meti po ashtu, të tre në lamit ndryshme, po njerëz të cilët njohin, më din, kanë mbështetur, më kanë përkraur, kështu që ju du shumë e faleminderit shumë që keni ardhur. Pritëm ne! Po, suksese! Sa dalim piktu në disko! Meti që nga kështu si shofer ministri, as vet, as në vitë, as qesh. Zguza! I përcjellim me shumë duartëkitje natën Labi, Adelina dhe Meti. Kthehemi në sken. Ne kthehemi në studio, se ata po putën e po përqafojnë. Ndërkohë që ne duhet të hecim me pyetjen më të rëndësishme të këtij momenti të kësaj mbrëmje. E kemi gati. Kështu që edhe minutat për të shpëtuar ata që mund të ishin në rrezik deri në këtë çast, siç ju paralajmërova edhe pak më parë, kam rritur gati momenti. Përpara se të shkoj atje, Castro Zhaku, shpejt e shpejt këshini më të rrezikuar në këto çaste. Nga një emër. Ka shumë njerëz, qindra, mira, miliona njerëz që përpara televizorit i adhurojnë, i pëlqejnë, por megjithatë nuk shkojnë derisa të votojnë nëpërmjet gjithë platformave që ne kemi hapur për të votuar. Mendoj që në këtë pikë më i rrezikuar është Erandi dhe Big Mama e kalon le të themi këtë fazë. Erandi më të rrezikuar, Zhak? Këtu duhet pajtohem me Castron dhe unë shoh Erandin. Erandi ka qenë një element shumë i rëndësishëm për fermën, na ka dhuruar momente fantastike edhe ato të pakëndshme, kanë qenë të këndshme në një mënyrë apo në një tjetër, por besoj se është më i rrezikuar. Pra, ju të dy jeni në të njëjtin mendim. Dua të ndalem pak ndoshta edhe tek ishfërmerët në lidhje me të njëjtën pyetje. Limi, shoh që e ke mikrofonin në dorë, kështu që e nisim bashkë. Mendoj Erandi, nga që paka shumë jep këtë vibe-in sikur nuk është më interesuar ose nuk janë ndjetë, shkoj dali ku dali, nuk e ka këtë entuziazmin.
Kështu mendoj. Kështu që është Erandin më të rrezikuar. Casey? Edhe unë po ashtu mendoj të njëjtën gjë, shoh Erandin e thash edhe në fillim më të rrezikuar. Ron? Po ashtu mendoj edhe unë që Erandi është pak më i rrezikuar, për shkak që Big Mama ka qenë pak më aktive, pak më funny. Ti në fakt qa pyetje të për aty. Këto shije ti nga këta të dy të rrezikuar, e kupton? Big Mama do më thoje? Do thoja Big Mama gjithsesi. Nuk do e thoje kurse si. Ti vazhdon ta duash, kam përshtypjen Big Mamën fituese. Patjetër. Apo jo? Edhe me pres me posët. E votove sonte, me qenë se e do fituese. E qëta si dolin publicitet, me nërë. Do shta nuk e kemo mundësinë, Ron. Njerëzit duhet të kapin mundësinë kur e kanë, jo pas pilafit se se kanë më. Okej. Po vite kju me qenë se të shoh që je burgati. Nur, shpejt e shpejt? Mos me zgjat, po mendoj që Erandi është më i rrezikuar. Erandin e sheh. Dhe ti, Ester? Po, të dy janë shumë të mirë, por shoh të rrezikuar Erandin. Dhe Ylli? Nuk besoj që Erandi ka dhënë më shumë se Big Mama, dhe kështu që Erandi është më i rrezikuar. Më i rrezikuar, okej. Për herë të parë, në fakt, jemi në një mendim unanim këtu si skem. Ju referova njerëzve që pyeta. Pjesa tjetër të raundi i dytë, se tash ka shko kemi në dispozicion. Të lutem, në këto momente, mirë pres Zarfi në studio. Faleminderit e Bukra Gjoan. Okej, unë e kam në duar Zarfin me atë që ju keni votuar më pak në këtë rast, duke qenë se emri i ti do të përmendet tani, kur themi ti ose e saj, nuk e përcaktoj sipas gjenisë. Më çoni tek arena e jashtme. Erand dhe Big Mama? Më dëgjoni apo jo? Po. Jam me ju për të ndarë vendimin e publikut. Përpara se ta bëj, kjo është për të gjithë, unë besoj që të pesë ju jeni fitues. Dua t'ju përgëzoj shumë për arritjen deri në këto momente, për të gjithë dinamikën, energjinë dhe çdo gjë që i keni sjellë ti sezonit të dytë. Derisa keni arritur deri në këtë pikë, absolutisht jeni fitues, por vendimi në fund e merr gjithmonë publiku. Dhe unë tani jam gati ta ndaj me ju. Finalisti më pak i votuar, që largohet në këtë moment nga gara për çmimin e madh, është Urime Big Mama, më vjen keq Erand. Jo njeri më me faqet. Jo, e qatë kam njët. Urime. Bashk. Lage. Lage. Lage shpirë. So, lage shpirë. Në shumë që në gjenë të që kam njështë. Shumë gjenë. Urime. Erand. Bravo, ta. Për para se të largohesh, dua të ndalemi bashk në një klip përmbledhës të gjithë momenteve të jashtëzakonshme që ti ke dhuruar në këto 3 muaj emocione fermës. Shihni pak në monitor. Erand Sojdi.
Zonja Zotrinjë Duart Rogita dhe fort për Eran, shojni! Eran me shumë duar tërkitje, faleminderit për gjithë emocionet që na ke dhuruar. Tani të pres, mos u përqafo më me ata, se do i takosh pas disa orësh. Eja tek unë tani. Kthehemi në studio, ju lutem. Zak, çfarë e penalizoi më shumë Erandin se Big Mamën në këtë përballje? Besoj se Erandi dha vetëm 7%, Big Mama dha 100%. Pra Erandi ruajti diçka gjithmonë, kishte një lloj rezerve. Big Mama është ajo që është, ka qenë gjithmonë ajo që ka qenë, të gjithë njerëzit e kanë dashur për atë që është dhe për atë që ka qenë. Unë kam thënë dhe herë tjetër, të gjithë kemi të mirat këqija tona, por Big Mama ka patur patjetër më shumë rëndësi gjatë të ecurisë së fermës. Unë e përgëzoj Erandin shumë për të gjitha momentet, besoj se e ardhmja do jetë e shkëlqyer edhe më e shkëlqyer për të. Jam shumë e lumtur që ishte pjesë e fermës, por që me Big Mamën kishte shumë ndryshim. Okej. A mendon ti që e priti Erandi nga reagimi që bëri, Castro? Në një lloj mënyre po, por dohet të ndalesha pak të ajo që tha Zhaku tek përqindjet që dha njëri dhe tjetri. Unë mendoj që aty secili e ka dhënë 100% e vetë, edhe me ato termin e famshëm që dola nga vetja, aty aseri nuk ka dalë nga vetja, ajo që ata quajnë, ose kanë quajtur si dalje nga vetja, ka qenë thjesht një copë ose një pjesë e karakterit vetë. Unë mendoj ajo që i ka penalizuar është teknologjia. Erandi dhe update-i i fansave të tij nuk është i njëjtë me atë të Big Mamës. Big Mama ka një... Por mundësin për të votuar e kanë të gjithë njësoj. Nuk ka rëndësi nëse janë Nuk foli njëri për mundësi, foli që një njeri që është fansi Big Mamës, që është 20 vjeç, 25, 30, Erandi mendoj që ka pak më të rritur moshën e atyre që e ka njësoj mundësin për të votuar, por që nuk e bëjnë. Megjithatë doli sot një skenarist, një regjisor, një aktor, një artist i jashtëzakonshëm, siç edhe do të ngelet. Duke u nisur nga komentet që ti citove dhe mirë bëre në fakt, sepse në rrjetet sociale shumë shpesh ka komente të shumë llojshme, sidomos në këtë finale të madhe, jam e bindur ne jemi pa telefona këtu, por jam e bindur që komentet janë nga më të ndryshmet. Unë dua t'i ftoj të gjithë ata që komentojnë, mos komentoni, por votoni. Bravo. Sepse komentoni, por nuk votoni. Dhe vota juaj bën diferencën. Tani, dua që të shkojmë sërish atje, sepse nuk e di ku nis Big Mama, por më duhet të shkoj për të anoncuar një tjetër moment që ka të bëj me sfidën, vetëm pas pak qasës, kështu që ju lutem më lidhni me arenën e jashtme. Big Mama! Pa! Ku shkon? Sa ka? Atëherë, e kuptoj që atje ka mbështetës dhe ndoshta edhe familjar, po unë ju kërkoj, ju lutem, të mos shpërndahemi, sepse kemi një mbrëmje të gjatë bashkë dhe vetëm pak orë ju ndajnë nga përqafimet e zjarta dhe bisedat e shumta me njerëzit tuaj të zemrës. Respektoni këtë finale, sepse unë pa ju nuk kam çfarë bëj. Thënë kjo, më duhet t'ju lajmëroj me qenë se e keni qef vrapin në për arenë të jashtme, se sa për ju pashje bët, shkoni vraponi edhe ndroni sërish, sepse kemi sërish sfid. Hajde, mama. S'bërë të sfidu? Me qdo sfid. Themi në studio. Një tjetër sfid dashur miq që vendos këtë herë 4 finalist përballë njëri tjetrit në një sfidë individuale, se cila është ajo sfidë do ja shpjegoj vetëm pas pak.